Kosova ka bërë përparimin më të madh në Ballkan sa i përket identifikimit të individëve të caktuar pjesëmarrës në luftrat e huaja, përkatësisht Siria e Irak, dhe sa i përket trajtimit të temës së ekstremizmit dhe terrorizmit. Kështu vlerëson ministri i punëve të brendshme Skënder Hyçeni, derisa tregon se edhe pse Kosova vend i vogël, deri tash ka dhënë 300 luftar të huaj dhe për kokë banore Kosova rangohet shumë lart, si vend që prodhon luftëtar të huaj. Përkundër këtyre rezultateve, ministri Hyçeni thotë se policia e Kosovës dhe institucionet e sigurisë në vend janë duke u angazhuar maksimalisht për këtë çështje. Ta ruajmë shoqërinë tonë, të ruajmë familjet tonë. Është e dhëmshme 46 familje të Kosovës e kanë humbur dikën atje, sepse ky është numri 46, pavarësisht i qytetarëve të Kosovës që llogaritën dhe me qenë se është bërë problem global ekstremizmi, Kosova nuk mund të jetë përjashtim. Edhe Kosova nuk mund të jetë imune e paprekur nga kjo e keqe global. Këto komente ministri Hyçeni ka bërë para anëtarëve të Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi të Fushë Kosovës. Paraprakisht ai është pritur në takim nga kryetari i kësaj komune, Burim Berisha, duke biseduar për nevojat që ka komuna në sektorin e sigurisë, siç është ngritja e numrit të personelit të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, përmirësimin e shërbimeve në komunikacion dhe aspekte tjera që lidhen me sigurinë në nivel komunal. Sipas kryetarit Berisha, funksionalizimi dhe mbajtja në veprim e këtyre këshillave mund të ndihmojnë në rrafshin e sigurisë. Po punojmë me gjitha institucionet që këto vështirësi ti të kalojmë dhe të bëjmë më të mirën për qytetarët tonë. Ministri i punëve të brendshme ka realizuar këtë takim në kuadër të vizitave nëpër komuna, për të parë nga afër sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe diskutuar me këshillat komunale për sigurinë në bashkësi. Ai gjatë ditës ka qëndruar edhe në komunën e Shtimës për të diskutuar çështjet e sigurisë përfshirë ekstremizmin dhe terrorizmin. Kosova është antare e koalicionit global kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.